Hidheni këtë në tualet dhe thuajini lamtëmir borxheve, varfërisë dhe fatit të keq për gjithmonë. Sot nuk do të flasim për formula magjike të shpejta apo iluzione të lira. Sot do të hyjmë bashkë në një udhëtim të thellë brenda vetes, aty ku fillon dhe mbaron çdo pasuri e vërtetë. Ky ritual i thjesht me hudhër, kanellë, qiri jeshil dhe pasqyrë nuk është thjesht një veprim mekanik. Është një çelës simbolik që hap portat e ndërgjegjes tënde, atë pjesë të fshehur të shpirtit që qeveris fatin tënd financiar pa që ti ta dish. Imagjino sikur universi është një pasqyrë gjigante çfarëdo që vendos brenda mendjes dhe shtëpisë tënde, ai e reflekton jashtë si realitet. Nëse brenda ka frikë nga borxhet, varfëri dhe mungesë, pasqyra do të kthejë sërish borxhe, fatkeqësi dhe boshllëk. Por nëse brenda vendos mirënjohje, bollëk dhe besim, pasqyra do të fillojë të kthejë para, mundësi dhe lehtësi. Ky ritual është rituali i pasqyrës së brendshme. Miqtë e dashur, para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj, është shumë e rëndësishme për ne për mirëmbajtjen dhe rritjen e faqes sone. Le të fillojmë udhëtimin. 1. Lidhja midis mendjes dhe realitetit. Mendo pak. Buda, mijëra vjet më parë, tha diçka që shkenca e sotme e konfirmon me terma të rinj: ne jemi ajo që mendojmë. Gjithçka që jemi, lind nga mendimi ynë. Me mendimet tona ne krijojmë botën. Por le ta çojmë më tej këtë të vërtetë. Çfarë do të thotë kjo në jetën tënde të përditshme financiare? Nëse çdo ditë mendja jote përsërit, nuk kam para të mjaftueshme, borxhet po më mbytin, kur nuk do të dal nga kjo vështirësi, ti po i dërgon një urdhër të fuqishëm në ndërgjegjes tënde. Dhe në ndërgjegja nuk gjykon, ajo thjesht ekzekuton. Ajo të krijon më shumë situata ku nuk ke para të mjaftueshme. Tani imagjino të kundërtën. Ti zgjohesh në mëngjes dhe mendja jote përshpërit: unë jam i rrethuar nga bollku. Paraja vjen tek unë lehtësisht dhe me gëzim. Borxhet e mia po zhduken si mjegull në diell. Kjo nuk është fantazi, është riprogramim. Le të shkojmë edhe më thellë. Sipas ligjit të vibracionit, çdo mendim ka një frekuencë. Frika për borxhe vibron në frekuencë të ulët, si një baltë e rëndë që tërheq më shumë balë. Ndërsa mirënjohja dhe besimi vibrojnë lart, si valë që tërheqin balë të ngjashme, para, klientë, ide të reja, dhurata të papritura. Ti nuk je viktimë e fatit, ti je krijuesi i fatit tënd përmes asaj që lejon të jetoj brenda teje. Dhe ky ritual është ceremonia ku ti i thua botës: mjaft. Tani unë zgjedh bollëkun. 2. Rëndësia e tualetit, porta e errësirës dhe e shpëtimit. Tani le të flasim për një vend që shumica e njerëzve e injorojnë. Tualeti. Në feng shui, por edhe në tradita të lashta shpirtërore, tualeti është një nga zonat më të fuqishme energjetike të shtëpisë, por në të njëjtën kohë më e rrezikshmja. Pse? Sepse aty ndodh shpëlarja. Çdo herë që hap kapakun dhe shpëlan, energjia pozitive mund të rrjedhë poshtë bashkë me ujin. Dhe energjia negative grumbullohet aty si mjegull e zezë. Imagjino tualetin si një vrim të zezë të vogël në shtëpinë tënde. Nëse e lë të hapur, ajo thith bollëkun si një vorbull. Borxhet, vështirësitë financiare, ankthet përpara shumë herë kanë rënë pikërisht këtu. Por kur e mban kapakun gjithmonë të mbyllur, kur e mban atë vend të pastër si kristal, ti po i thua universit: unë respektoj rrjedhën e energjisë. Unë nuk lejoj që bollëku im të shpëlahet. Dhe ja një sekret i vogël por i fuqishëm: sa herë që hyn në tualet, mbyll kapakun para se të ulesh dhe thuaj në heshtje: çdo gjë negative largohet tani. Bollëku im mbetet këtu me mua. Ky veprim i vogël ndryshon gradualisht fushën energjetike të shtëpisë tënde dhe me të edhe portofolin tënd. 3. Rituali i hudhërës, ceremonia e transformimit. Tani vjen pjesa magjike, vetë rituali. Merr një thelb hudhër të plot. Hudhra është simboli më i lashtë i mbrojtjes dhe pastrimit në bollë. Ajo largon të keqen që nga Egjipti i lashtë, nga traditat tona ballkanike, nga çdo kulturë. Pastaj merr kanellë pluhur, aroma e saj është aroma e bollëkut, e pasurisë, e tregjeve të lashta ku paraja fluturonte si flutura.
Kanela është zjarri i ëmbël që tërheq pasuri. Qiri jeshil, ngjyra e zemrës së tokës, e zhvillimit, e parave që rriten si pemë. Dhe një pasqyrë e vogël, sepse ti do të shohësh veten duke u transformuar. Hapi 1. Shkruaj shumën e saktë të borxhit ose borxheve në një letër të vogël të bardhë. Shkruaje me dorë, me ngadalë, duke ndier peshën e saj. Pastaj vendose letrën poshtë hudhrës. Hapi 2. Ndis qirin jeshil dhe vendose pranë. Shiko flakën dhe thuaj, me këtë zjarr unë ndjek frikën time nga borxhet. Me këtë zjarr unë transformoj mungesën në bollë. Hapi 3. Hidh pak kanellë mbi hudhër letër, aroma do të ngrihet si një lutje. Merr frymë thellë dhe ndje si energjia ndryshon. Hapi 4. Digje letrën me kujdes mbi flak ose simbolikisht duke e grisur në copëza të vogla. Ndërsa digjet ose griset, thuaj me zë të fortë, unë jam i lirë. Borxhet e mia po zhduken tani. Paraja vjen tek unë lehtë dhe me bollë. Hapi 5. Merr hudhrën me mbetjet e kanellës dhe hirit dhe hidhe në tualet. Mbyll kapakun. Shpëlaje. Dhe në çastin që uji rrjedh poshtë, ndjen një lehtësi të madhe në gjoks. Thuaj, çdo gjë negative largohet përgjithmonë. Unë jam i pastër, i lirë dhe i begat. Ky veprim nuk është magji e zezë apo e bardhë, është magji e ndërgjegjes. Ti po i thua trurit tënd, problemi mbaroi. Tani fillon bollëku. 4. Fuqia e mirënjohjes, sekreti i vërtetë. Rituali fizik zgjat 10 deri 15 minuta, por rituali i vërtetë zgjat çdo ditë të jetës tënde. Mirënjohja është monedha më e fuqishme e universit. Kur ti falenderon për diçka që ende nuk e ke, ti po e fton atë të materializohet. Prandaj që nga nesër, fali universin çdo mëngjes sikur borxhet janë paguar tashmë. Thuaj, faleminderit që jam i lirë nga borxhet. Faleminderit për paratë që po vijnë lehtësisht. Sillu sikur je tashmë i pasur, jo duke shpenzuar pa mend, por duke ndier siguri, qetësi dhe gëzim. Universi i përgjigjet emocioneve, jo fjalëve të thata. Ndjeje gëzimin sikur portofoli yt është plot dhe ai do të plotësohet. 5. Pastrimi fizik dhe mental, historia e morgut dhe fshatarit. Le të mbyllim me një histori të lashtë. Një fshatar i varfër shkoi te një morg i mençur dhe i tha: "Jam i mbytur në borxhe, shtëpia ime është rrëmuj, mendja ime plot ankth." Morgu i tha: "Shko në shtëpinë tënde dhe hiq çdo gjë që nuk të shërben. Fshi 2 shemeng, pastro qoshet, hedh çfarë është e prishur." Fshatari u kthye pas një jave: "E bëra, por ende jam i varfër." Morgu qeshi: "Ti pastrove vetëm shtëpinë fizike. Tani pastroni mendjen. Hiq mendimet si, nuk mundem, nuk meritoj, paraja është e keqe. Vendos në vend të tyre, unë jam i denjë për bollë. Paraja është energji që më do mua." Fshatari e bëri dhe pas disa muajsh, fati i tij ndryshoi. Jo sepse magjia e bëri, por sepse ai hoqi bllokimet që e pengonin bollëkun të hyjë. Përfundim. Ky ritual nuk është për të gjithë, është për ata që janë gati të marrin përgjegjësinë për botën e tyre të brendshme. Nëse e bëni me besim, me ndjenjë dhe me qëndrueshmëri, do të shohësh ndryshime. Jo gjithmonë me njëherë, por patjetër. Faleminderit që ishe këtu me mua sot. Nëse kjo video të preku, lëre një like, ndaje me dikë që ka nevojë dhe mbi të gjitha, fillo ritualin sot. Bollëku yt po të pret. Hap derën. Të dua dëgjues i dashur. Shihemi në video tjetër.